Përshëndetje miqë dhe mirë se erdhët në studion e emisionit Pa Gjurmë. Mi jemi live të hënë në ekranin e Report TV, ku fatkesish këtë fillimjavë do e nisim me historinë një të riu i cili është zhdukur mëngjesin e 3 tetori dhe nuk dihet se çfarë ka ndodhur me fatin e tij, dhe bëhet fjalë për Vasil Shosharin, dashur miq, 35 vjeçarin nga tetor dhe drejtimi ngelet i paditur. Kanë kaluar disa ditë, më shumë se 2 javë, që familjarët janë në kërkim të 35 vjeçarit, por fatkeqësisht nuk kanë gjetur një gjurmë të tij. Me mua në studio janë 2 prindrit, babai dhe nëna, të cilët kërkojnë ndihmë ditën e sotme për gjithë teleshikuesit e Report TV, dhe menjëherë dua t'i përshëndes Gëzim Shoshari, babai i Vasilit. Përshëndetje dhe mirë se erdhe. Nëse i gjetëm? Më vjen keq sinqerisht për djalin. Ka kaluar më shumë se 2 javë dhe Po, kanë 10 ditë, sa bën, 8 ditë. Asnjë gjurmë të tij nuk keni. Asnjë gjurmë, edhe policia e kërkon, edhe ne po e kërkojmë. Ndërkohë që është edhe nëna e tij, zonja Refide, përshëndetje dhe mirë se erdhe. Mirë se u gjetë. Djali ka ikur që në 3 tetor. Po, në 3 tetor ka dal nga shtëpia. Ka dal nga shtëpia, neve na lajmëruan në datën 4 tetor që erdhëm urgjent. Ju nuk keni qenë prezent në shtëpi? Jo, nuk kemi qenë. Neve rrim në Selanik. Ju keni ardhur me urgjencë nga Selaniku kur në shtuat humbjen? Po, sa na lajmëruan, vajtëm në policinë e Bilishtit, la bërmë dënancim, për ndjekjen e djalit, që të kërkohet djalit, po bën 10 ditë sot, që nuk po marim asnjë përgjigje, asnjë vend. Kemi lënë vend pa vajtur, pa kërkuar. Me kë jetonte djali? Me gjyshin edhe me gjyshin. Por në shtëpinë tonë. Në shtëpinë tuaj. E shikonin ata. E shikonin ata. Ka shtëpi veç, ky rinte në shtëpi veç. Në shtëpinë tonë rinte. Ishte vetëm jetonte në shtëpi, po ka pasur afër gjyshin dhe gjyshen. Kishte një dhomë kisha baron kështu dhe aty jeton. Në momentin që ka dalë nga shtëpia, gjyshin dhe gjyshen i ka parë apo i ka njoftuar që po dalë, i ka parë dikush momenti kur ka dalë nga shtëpia? Gjyshi e pa. Gjyshi na lajmërovi, se si e pa tash nuk e dim, nuk na sqarovi mirë, se dhe ai me njerë, do më thënë, prishit Terezin, nuk e di se si u bërë. Po ju për herë të fundit kur kishit folur me djalin Gëzim? Po bënte 2-3 ditë, se nuk ishte telefon djali. Nuk ishte telefon, nuk ka i humte i ben. Isnim sa erë me vjerin. Djali kishte në një problem? Ishte i smur ai, është i smur, ka problem. Problemet shëndetit mendor? Po. Sa ko kishte që vuante nga problemet? Po bënte 12 vjetë. 12 vite që 12 vite, po. Kishte probleme shëndetit mendor. Por, se e kuptova kur më thatë që nuk ka telefon, një ri që nuk ditë përdori telefon. Me telefon i linim, po a i telefonët nuk dinte ti përdorte. Pra, ju komunikonit me djali në përmjet telefonit të prindërve? Po. Por, qëfar ju tha në telefonatën e fundit? Kuptua në një shqetësim Gëzim? Jo, pa ju ka qenë këshu ka qenë, si që ka qenë këshu vazhdojnë, ta i nuk gacmonte njeri jashtë. Në dilte, blinte, gjere, nuk gacmonte. Gjyshi dhe gjyshja kujdesej për ushqimi, për robat? Pa i kujdesej. Kjo është era e parë që largohet në këtë reforme? Era e parë. Duhet thënë që ju Gëzim këtë djali keni nga martesa e parë. Por bashkëshortja e dytë e ka rritur dhe... Aje ka braktisur, 2 vjeqe ka braktisur. Atë qupën tjetër e braktisi 8 muaj, këtë ishte 2 vjeqë. Asë si shikon të fara, i braktisi edhe. Dhe iku, se nuk e njohi nënën? E njohën, se dhe janë nga Bilishti, po të thënë nuk kanë kaq marrëdhënie. Nuk kanë kontakte me nënën e tyre. Ka ndikuar kjo te djali, te shëndeti i djali, sepse djali nuk ka lindur me probleme. Pra, ju thatë ka 12 vite, i bjet ke qenë i ri. Po, nuk është lindur kështu. Nuk ka pasur marrëdhënie ngushtë me nënën. A i nën ka njohur zonjën Feride. Edhe syti keni me lot. E keni rritur dhe e trajtoni si djalin tuaj? Po. Dhe e keni një lloj si me fëmijët e tjerë? Po, nuk ka darime. Si që i mban fëmijët e ti, mban edhe atë. Në mëne do, nuk ka do i ndarim. A i qiko embri si se ti, njerë ka shi qike rënd. Është fjalë pak e rënd, kur ne e përdorim, por... Nuk më intereson se si është, ky dhaf, mua më intereson t'jetë mirë, t'jetë gjallë, t'a je gjallë. A i t'ka thërritur nën? Dhe jam e sigur që dhe ti me plot gojën i ke thërritur djallë. Po. Dhe mua më vjen keq që ky 35 vjeçar, fatkeqësisht me probleme të shëndetit të tij psikologjik, prej 12 vitesh mjekohej,
Po, mirte me kimet, po dhe nuk i pinte, se nuk ishte njeri ki t'ja jipte me kimet, se kur ishte në momentin e mirte. Kur, për shembull, dhe mbante kriza qyshtek, nuk i pinte. Po ne do qëndrojmë bashkë gjatë sot në studion e emisionit Pa Gjurmë, gjithë me shpresën që ata që janë duke na ndjekur, që mund ta njohin Vasil Shosharin, apo ndoshta një person të ngjashëm me fotot që po shikoni në ekran, që mund ta keni parë në lagjen tuaj, në qytetin tuaj, jeni të lutur të lidheni me redaksin ton, pasi ky person figuron i humbur. Quhet Vasil Shoshari, 35 vjeç, nga Bilishti, i cili është larguar nga banesa në datën 3 tetor dhe nuk dije se çfarë ka ndodhur me fatin e tij. Por fillimisht unë dua të prezantoj një material të shkurtër që gazetarja ime Ersela ka përgatitur për historinë në fjalë dhe rikthehemi për të dëgjuar edhe rrëfimin e nënës dhe babait. Vasil Shoshari, 35 vjeç nga Bilishti, me probleme të shëndetit mendor, është larguar nga banesa e tij më 3 tetor dhe që prej asaj dite, familja nuk ka më asnjë gjurmë të tij. Prej më shumë se 10 vitesh, i riu jetonte i vetëm, ndërsa kohët e fundit, siç tregojnë të afërmit, kishte shfaqur shenja përkeqësimi të gjendjes së tij psikologjike. Në mëngjesin e asaj dite, rreth orës 10, ai është larguar pa lënë asnjë shenjë, pa marrë asgjë me vete dhe pa folur me askënd. Prindrit dhe vëllai i tij, që prej vitesh jetojnë në Greqi, janë kthyer menjëherë në Shqipëri pas marrjes së lajmit, por pavarësisht kërkimeve dhe denoncimit në komisariatin e Bilishtit, deri më tani nuk është arritur asnjë rezultat. Sot, në emisionin Pa Gjurmë, familjarët e 35 vjeçarit do të jenë në studio për të rrëfyer historinë e tij dhe për të ndarë detajet e ditëve para zhdukjes, me shpresën se dikush mund të ndihmojë në gjetjen e Vasilit. Në fakt, Gëzim, unë dua të pyes. Ajo telefonat që nuk do dëshiroj kur ta prisën telefonin tënd kur babai jo të mori dhe të njoftoi. Çfarë të tha konkretisht për Vasilin? Sa i të ka njoftuar për humbjen? Nga babai e ke marrë vesh? Po, na mora veshëm që e kishte goditur pak ai. Se ky ishte për shembull po të ngacmonje kështu pak, të nevrikos. Pasur një konflikt atë ditë kur ka humbur Po, Vasilin. ka patur një konflikt. Mund të ma tregosh ngjarjen, çfarë ka ndodhur konkretisht? Ngjarjen, të lutem. Po, Ai zonjar. në moment, si flasim neve, mund të jepte përgjigje të saktë. Në moment sa vinte për shumë me ore, edhe ti theshe për shembull Fatos ose Vasil, se ka ndruar emrin. Ka ndruar emrin. Ka Fatos e origjinali ka për Fatos Greqi. ai. Pra në Shqipëri ai ka pasur mi Fatos, po Fatos, kur ka vajtur në Greqi, ju ka ka bërë vendosur mi Po, Vasil. që të kalonte, si gjithë të tjerët. Po, si shumë shqiptarë që e kanë ndryshuar emrin. Po, Edhe me plakun që ka goditur caj, plaku i qontej për të ngram, për të pirë. kujdesej për nipin. Po, pra, edhe Vjera, kush e di që ai ka menduar në atë minutë, ai tha për të mirë, edhe ai kush e di se si zuri krisa me njëre goditi. Ka qenë agresiv. Po, edhe të nesme, datën 3 e goditin, në datën 4 plaku na mori telefon. Por, Nuk e din të ki do largoheshte. pra, pasi ka ndodhur ky konflikt me Po. gjyshin që e ka goditur gjyshin e vet, po. ai është kthyer në shtëpi dhe mund t'i larguar që atë ditë. Po, Vjeri vajti në Nuk shtëpi, është kthyer ai, ka ikur direkt. vajti në shtëpi Vjeri, e goditi vajti në shtëpin ton, Po. i jeton të djalka, Po. edhe pahje nuk ishte aty. Edhe në atë moment në lajmërovi neve. Që ishte larguar. Po. Ju konkretisht në çfarë vendi, në çfarë zone të Bilishtit jetoni? Brenda Mbylish, Qezme Madhe. Lagja ku jetoni. Qezme Madhe. Quhet zona. Po. Por dikush nga lagja, Qezma e Madhe në Bilisht, e ka parë djalin atë ditë që ka dalë, sa ka qenë ora kur gjyshi ka shkuar dhe se ka gjetur nipin? Ka qenë mëngjes, drek, darkë? Mëngjes. Në mëngjes. Në mëngjes. Pra, logjikisht, konflikti ka ndodhur në mëngjes dhe ai është larguar po mëngjesin e 3 tetorit. E 3 tetoris, të shtunën. Ditë e shtunë ishte. Ditë e shtunën. Të shtunën i bie 4 tetor, mos gaboj. 3 tetori ka qenë e premte, mos gaboj dhe unë me... Po, se kemi mendjen. Pra, ai është larguar të premten e 3 tetorit nga shtëpia, ndërkohë Të që shtunën a lajmëruan neve. 24 orë me vonesë. Po. Por pse? Gjyshi pretendonte ose besonte që ai do Kje kthej, do ktheheshte, po. Kjo ishte e tëra, kje do ktheheshte. por fatkeqësisht ai nuk është kthyer deri më sot. Jo. Deri më sot nuk është këtu.
E ka parë dikush në lagje atë ditë që ka dalë? Ne kemi qenë në fshat i Bitinsk. Është një fshat Bitinsk. Po. E kanë parë në dyqan që blinte buk atje. Blinte buk, gjera ujë. Flasim për datën 3 tetor, ditën që ka ikur nga shtëpia. Në të dilë gjelë të janë. 3 ditë ka qenë ati vërdam në Bitinsk. 4, 5, 6 deri në 7 tetor i bie, po? Ati ka qenë, 3 ditë. Pastaj mbas 3 ditë që është duk nuk u gjendet me ati. Se e kërkonja edhe unë me makinë që vinja për ditë. Por a i fshati sa largësh me Bilishtin? Bën gjitërin edhe 5 As minutë. gjysmore. As gjysmore kështu, afër. Por a i ka fletur jashtë ato 3 ditë? Jashtë. E kanë parë Edhe njerëz si quhet emri i fshatit? Bitinsk. Bitinsk. Po. Që kushdo që është duke na ndjekur në këto momente, mund të na ndihmojë me informacione për Vasil Shosharin, i cili pas largimit nga shtëpia që i bie mëngjesin e 3 tetorit ka qëndruar 3 ditë në këtë fshat, në situatë rruge dhe banorët e kanë parë. E kanë parë, po. Edhe njonin. Këtu desha të dilja. Po, Pra dhe ata njonin. e kanë njohur, jo se janë pasuar nga foku. Jo, Vinte me edhe kapuç, njonin. vinte me kapuç, me kufje. E njonin. Dhe mund të marrë përshkruash pak, le të themi, dhe fizikun e djalit, sepse nga këto foto që përshikoj duket që është një trup shkurtër. Po. Tashi se kam telefonin unë, se kemi në telefon si të... Jo, flasë, ka dhe një nishan të dukshëm në fytyrë, në një tatuazh, në një karakteristike që mund të na ndihmoni. Jo. Në momentin që ai ka dalë nga shtëpia, se ju nuk keni qenë prezent sigurisht në shtëpi, por ka pasur deshur çfarë rrobash? Një palforma të zeza, bluze, komplete, ja ka dërguar djali tim ato forma. I vllai. Edhe me një kapuç, ka i saher, edhe në dimërber, a i kapuçkën e mban këshu në kokë, e ka fiksim që ta mbaj këshu në kokë. Që mban një kapuç në kokë. Fiksim. Në ndihmoni me këto detaje kaq të vogla që gjithë televizionistit e Report TV të emisionit pa gjurmë që janë duke na ndjekur në këto momente me rastin e 35 vjeçarit Vasil Shoshari, një i ri me probleme të shëndetit të tij mendor, i cili pas një konflikti që ka pasur me gjyshin e tij e ka goditur mëngjesin e 3 tetorit, i pavetëdijshëm për veprimet që bënte, është larguar nga banesa. Është larguar, e dyshoni, nga Afrika apo Nga Afrika. Nga Afrika është largore. Ke policia kishte frikaj. e ka pasur gjithmonë frikë policin? Po. Dhe ka menduar që gjyshi mund të njoftonte policin dhe ai ka ikur. Ka ikur. Në ato momente, po, ka ikur. Se sa eri se shte gjyshi, dojte të lajmëroj policin, që ta frikonte, do më zonë, jo se të dënancon të djalkën. Jo, se sa erë se edhe i është moshe madhe. Se djalka të shi në moment, më ato fiksime që ka i... Bësh agresiv. Bra, po nuk, shiko, ka që vite, nuk kanë ankes fshati atje Bilisht. Ka që vite... Në komunitet, a i nuk ishte bërë konflikte me fqinje dhe me personat të tjerë. Nuk e di, nuk e mbesonim asë një erë që ta bënd të këtë je me plakun. Do më thonë me gjyshi. Ishte era e parë që ka goditur? Ere parë ishte. Dhe i gjyshi për të mbrojtur, se sigurisht a i një djalirik ka fuqi, e ka trëmbur me polici. Me polici, po. Dhe a i është larguar me vrap. Me vrap, po. Dhe nga i moment nuk dije se çfarë ka ndodhur me fatin e Vasil Shoshari dashurmiq, kushdo që është duke na ndjekur në këto momente, i bëj thirrje gjithë zonës së Bilishtit, por dhe fshatrat përreth, se ndoshta ky 35 vjeçar mund të jetë në situatë rruge, mund të endet nga një fshat në një fshat, frika për të kthyer në shtëpi e bën të qëndroj në situatë rruge. Dua të theksoj se 35 vjeçari fatkeqësisht në rinin e tij ka shfaqur probleme me depresionin dhe prej 12 viteve mjekohej. Mund të jetë i pavetëdijshëm, situata mund të jetë rënduar me shëndetin e tij, është e rëndësishme që kushdo që e shikon këtë të ri, të na ndihmojë me informacione, të kontaktojë në redaksinë e emisionit pa gjurmë. Dua të jap kontaktet tona, ne kemi një numër celulari dhe një numër fiks që ndodhet poshtë ekranit tuaj dashurmiq, por mund të njoftoni edhe policin, pasi familja Shoshari e ka bërë denoncimin në policinë e Bilishtit, ku dhe kjo e fundit ka nisur kërkimet në teren, por deri në këto momente që ne flasim, data 13 tetor sot, fatkeqësisht nuk është gjetur asnjë gjurmë e Vasil Shosharit. Zoti Gëzim dhe nënës i drejtohem të Vasilit, uroj që ditën e sotme kushdo që është duke na ndjekur të na telefonojë, të na ndihmojë me informacione, por ju keni bërë kërkime në teren, edhe ju dhe policia, jam e sigurt. Edhe policia e kërkon edhe neve. Personat të tjerë kanë arritur ta kenë parë përgjatë këtyre ditëve? Jo vetëm atje në Bitinsk, se atje vintej, është afër shumë atje. Shkonte shpeshherë në këtë fshat? Atje tash nuk shkonte atje, por tash mos ka vajtur nga Afrika jo ende.
Se ati ka shumë lëvizje që lëvizin, që ben gjimnastik në mëngjes që ngrihen. Atje ka perime, ka fruta, që mund të ushqehet. Pra atje vete që e kanë parë shumë për shembull fëmija nga shkolla që vinin në mëngjes, që vinim neve, mirënim për shembull do një pyetje kështu, e kanë parë këtu se ishin ante kështu fruta. Njeri theshte e kemi parë në dyqan, ka marrë bukë, ka marrë gjera. A ka patur ai lek me vete apo s'keni informacion? Kishte marrë kempin. Kishte marrë kempin atë ditë ai. Atë ditë që ka ikur? Po, kishte marrë kempin. Ai menaxhonte vetë lekët? Po, vetë. Me lekët ai prish jepi një thes me lek 2 minutë i shkatronte. E qartë. Po, nuk ishte i saktë ai prandaj. Po ça, ai mirte më shumë. Sa prishte i shkatronte. Ai mirte më shumë gjëra kështu kot. Ju dyshoni dhe keni të drejtë që ai mund të jetë situatë rruge, strohohet në për këto fshatra, ka çfarë të hajë sy hyn në përbaçe, në kopshte të ndryshme ku mund të marrë fruta, perime dhe të ushqehet. Por përveç këtyre gjurmëve që ju thoni pikërisht nga ky fshat, nuk keni zbuluar asgjë tjetër. Jo. Ngjitur me këtë fshat, a ka fshatra të tjerë, se ndoshta ai mund të ketë vazhduar rrugën. Ka shumë fshatra, ti po nuk ne meqim në këtë fshat. Është Bitinska, është pasaj Vernik, lart nuk ishte aty. Janë me radhë fshatra. Ju keni kontrolluar, pra këtë, keni shkuar në shumë fshatra, keni pyetur, por veçëm këtu na ka dalë më sigurt në Bitinsk. Se ndoshta mund të jetë kthyer në Bilish dhe me ndonjë makinë të rastit, apo edhe te ky fshat mund të ketë udhëtuar, zgjedh ku ka përfunduar, mund të jetë në një qytet tjetër. Nuk e di. Mund të ketë lëvizur, prandaj po ju pyes. Atë nuk e dim. Mos ka ikur tash janë, nuk e dim. Gjithsesi ne do vazhdojmë të qëndrojmë sërish të bashkë për të vazhduar me historinë e Vasil Shosharit, por jam e detyruar në këtë momente të bëj një shkëputje për të kaluar në një këshill biznesi dhe rikthehemi sërish. Mirë, jemi sërish bashkë live dashur miq, ku po vazhdojmë me historinë e 35 vjeçarit nga Bilishti me emrin Vasil Shoshari, i cili fatkeqësisht është larguar dhe është zhdukur. Asnjë gjurmë nuk kanë familjarët që prej datës 3 tetor i riu, pasi e pasur një konflikt me gjyshin e tij në mënyrë të pavedishme, pasi duhet theksuar ai kishte probleme me shëndetin e tij mendor, e ka goditur gjyshin, ky fundit e ka trembur me policinë dhe 35 vjeçari është larguar me vrap dhe nga një moment nuk dihet se çfarë ka ndodhur me fatin e tij. Babaj dhe nëna me njëherë kanë udhëtuar nga Greqia, kanë ardhur në Shqipëri, kanë bërë kërkime, kanë mësuar se në një fshat të ngjitur është parë i riu, por në momentin që ata kanë shkuar për ta gjetur, nuk kanë gjetur gjurmë të tij dhe ende nuk dihet se çfarë drejtimi. Drejtimi ngelet ende i paditur. Kanë ardhur në studion time gëzimi me bashorten e tij me shpresën për të kërkuar ndihmë gjithë audiencës së Report TV, kushdo që është duke na ndjekur në këtë momente, nëse dikush e ka parë këtë ri, të na ndihmojë me informacione. I dashur gëzim, dua sot ju pyes të dyve në fakt, ju më thatë që djali ka 12 vite që ka probleme të shëndetit mendor. Çfarë ka ndodhur në jetën e tij? Çfarë ka ndodhur? Neve kishim aty në Greqi djalkën, kur ishte i smur, e çonim në për doktorat. E quam Ti u smur në fillim, Që në fillim që u smur, e quam në doktor. Ai nuk ka lindur me probleme. Jo, ishte mirë djalë. Sa vjeç ka qenë kur shfaqi problemet e para? 16 vjeç ka qenë. Në atë kohë keni qenë në Greqi? Po. Pra djali ka qenë në Greqi? Me neve ka qenë, po. Djalka. E quam andej, sefte kemi qua në për këto, u gjallarët, mos kishte shkel do i gje, ku dim neve, si na theshin. Por ai ka pasur nevojë për psikiatër dhe psikolog. E kemi quar në një hoxhë, na ka thënë hoxha që ky nuk ka nevojë për hoxhë, ky ka nevojë për doktor. Dhe më vjen mirë që dëgjoj që një hoxhë thotë ka nevojë për doktor, se realisht ne duhet të shkojmë tek mjeku dhe psikiatër për raste të tilla dhe jo të shkojmë tek hoxha apo tek ku ta di unë. Po, dhe na drejtovi hoxha në një doktor. Atere, neve morëm e quam atje në Greqi. Çfarë diagnoze i nxorën djalit? Keni informacion në çfarë tha mjeku? Mjeku na tha që në këtë krizë që kalon ai, kush ka qenë nga nëna apo nga babai? Domethënë si u bë djali, se si ishte djali. Doktori mos ka dënë njëri nga familja. Të trashëguar. Po, e qartë. Po, u bë njerë, si e thoshte gëzimi, u bë njerë e jema kështu. A, pse gëzim ish nuse juaj ka pasur... Jo ne mua, kur nda nga mua që kam dëgjua. Ka pasur probleme. Po. Dhe i biri mund ta trashëgoj fatkeqësisht këtë gjë. Kështu na ka shpjeguar neve dhe mjeku i Elbasanit. Por nga momenti që ju e quate psikiatri, një adoleshent që shfaqi problemet e para,
ai deri më sot që është 35 vjeç, situata e tij është rënduar me shëndetin, apo le të themi medikamentet e kanë qetësuar? E kanë qetësuar shumë. Një herë e quam në doktorin e Privat në Elbasan. Privat në Elbasan, na ka dhënë kurën për 6 muaj, ishte djalë ka i mirë, u qetësuar, dha fose njerë mirë, njerë keq, po nuk ishte kështu. Kur themi keq, çfarë thoshte? Kur kemi keq, i bënte duar të këshua, i bënte duar. Bën televizit të pa kontrolluar. Po. Nuk deshte ta dha fosje, nuk deshte për shembull ta dytyronje për do i gje, bëj këte, fatos ajde këtu, fatos i këqoj atje. Nuk deshte. Deshte për shembull, deshte i qetë, të rinte, nuk deshte shumë njerëz ta dha fosje, ta bënje, ta pyesje. Kam mbritur një telefonat dhe regjat ma bigati këtë telefonat për në Lushnje. Tani dua të shpjegoj diçka. Përpara disa ditëve, unë kam trajtuar historinë një të riu, 22 vjeçari nga Fush Arza, i humbur, ku dyshohet se ishte parë në Lushnje. Dhe të gjitha telefonatat erdhën nga Lushnja me mendimin që mund të jetë ai i ri nga Fush Arza, por nga verifikimet që kemi bërë, dyshojmë se nuk është i riu nga Fush Arza, por kemi të bëjmë ndoshta me djalin tuaj. Dhe konkretisht, regjia e ka dhe pasaportën e të riut nga Fush Arza. Unë e kisha përgatitur ditën e sotme ta kisha dhe historinë e Krist Kolës, 22 vjeçari nga Fush Arza, i cili është larguar në 13 shtator. Ma nxirni e Krist Kolën. Atëre, por të shpjeguar dhe ju si prindër, por edhe audiencës time që është duke më ndjekur, që ky i ri ka humbur në 13 shtator. Dhe në momentin që kemi trajtuar në studion e emisionit Pa i Gjurmë, na kanë mbritur shumë telefonata nga Lushnja, ku dyshohet se është parë në Lushnje. Verifikimet që ka bërë policia, por edhe vetë familja, edhe ne si gazetar me anë të korrespondentit ton, nuk dyshojmë që është En Kristi. Ndoshta kemi të bëjmë me djalin tuaj, i cili dhe ai ka humbur këto ditë, kështu që e presim telefonatën e parë dhe e përshëndesim. Përshëndetje. Përshëndetje. Të falenderoj që e duke na ndjekur dhe ditën e sotme do na japësh një informacion për një person që ju e keni parë në Lushnjë dhe dyshoni se mund të jetë Vasil Shoshari që kërkohet në studion ton. Po, ai është. Mund të më tregoni kur e keni parë dhe ku, në çfarë vendi të Lushnjës? Para 2-3 ditësh kam pa një të desani Arburge. Çfarë kishte të veshur, nëse ju kujtohet? To rroba si ka tani. Por pak a shumë ka ngjashmëri me foton që ju po shikoni? Po, ka. E qartë, gjithsesi vazhdo fol me stafin, unë të falenderoj që më telefonove, erdhi telefonata e parë nga Lushnja, sepse një person i ri ndodhet në këtë qytet, dhe dyshohet se është në situatë rruge, dhe shumë qytetarë na kanë telefonuar, por ajo që unë u bethirje gjithë qytetarëve të Lushnjës në këto momente është që kushdo që e shikon këtë person të pa identifikuar në qytetin e tyre, që është në situatë rruge, që është i ri në moshë, kërkon ndihmë qoftë për ushqim apo për rroba, jeni të lutur t'i bëni një video, një foto, ta dërgoni në redaksinë e emisionit Pa i Gjurmë, ose t'i njoftoni dhe me njëherë policinë. Pasi mund t'i jetë Vasil Shoshari, 35 vjeçari që kërkohet në studion e emisionit Pa i Gjurmë. Dhe kjo nuk është rastësia, se këto informacione na kanë ardhur edhe javën që lan pas me historinë e të riut nga Fush Arza En Krist Kola dhe uroj që t'je djali juaj. Por i dashur Gëzim, ti më tregove që nëna e kishte braktisur që 2 vjeç. Po. Vasilin. Edhe Vasilin edhe Gocën. Keni 2 fëmijë nga martesa e parë. I braktisi dhe nuk e ktheu kokën më... Jo. Nuk e ktheu më kokën. Fëmijët u rritën pa imazhin e saj dhe pse ti ja zvendësove imazhin e nënës dhe pastaj fëmijët i rriti plaku i me plakën time. Ata i rritën. Ata janë kujdesur. Ata janë kujdesur. Gjyshin me gjyshin. E kanë kërkuar, sidomos Vasili e ka kërkuar nënën e tij? Po Vasilit domethënë... Jo, flas përpara se të sëmurej. Jo, nuk e ka kërkuar. Nuk e deshte. E ka përjetuar largimin e saj? Po, nuk e deshte. Nuk ishte që ta në fronte, nuk e deshte. A janë takuar ndonjëherë nën e birë? E takovi pastaj 20 vjeqe, nuk është vajti do një javë ande, edhe prapë u kthye këtu në gjyshi. Nuk ishte kaq dashuri për nënën. Dashuri për atë. Kjo gjë kuptohet, një fëmijë që nuk rritet me njërin prind, nuk ka dashuri. Nuk do ke dashuri, po. Por ajo sot e di që e ka djalin e humbur? E keni njoftuar? Las për nënën. Jo. Pra, nëna nuk e di që e ka djalin e humbur? Tash mund ta kanë marrë vesh ajo, po neve nuk kemi marrë telefon gjë. Zoja në fjalë si quhet? Më fal që të pyes. Majlinda Shoshari. Majlinda.
Sepse nëse edhe kjo zonjë është duke na ndjekur, unë jam i sigurt që ajo është në kërkim të djalit të vet. Se e ka djalë. Ndoshta mund këtë shkuar tek nëna, e keni pyetur? Jo, nuk kemi pyetur, nuk kemi akoma marrëdhënie me telefona me gjëra. Sepse e dashur mund të jetë kthyer tek nëna. Prandaj nuk dua të vendos në siklet. Ju jeni bashkëshortja e dytë, por ju e keni rritur atë fëmijë dhe ne supozojmë që të jetë në nëna e vet, po dua vetëm të jetë në jetë. Nuk më intereson, le të jetë edhe në nëna. Po pra, prandaj po të them që jeni lidhur me atë zonjë, është e rëndësishme që të bëhet një verifikim se ndoshta ai e ka ditur shtëpinë e nënës. Po tash i ka ikur në Durrës ajo. Ajo jeton në Durrës, po bën kohë, jeton në Durrës. Që është larguar. Por e di djali shtëpinë e nënës? Jo. Këtë të re në Durrës, nuk e di. Prandaj duhet bërë dhe ky verifikim, se ndoshta mund të shkuar tek nëna e vet, prandaj ju pyeta ditën e sotme, por uroj që të jetë tek nëna e vet. Ti pak ta kemi mendin e fjetur që është aty edhe. Po, uroj që të gjendet dhe të zbulohet e vërteta se çfarë ka ndodhur pikërisht me fatin e Vasil Shosharit. Mirë, kalojmë në reklama dhe rikthehemi sërish bashkë. Jemi rikthyer në studio dashur miq, në këtë pjesë të dytë, ku do vazhdojmë sërish me historinë e humbjes së 35 vjeçarit nga bilishti me emrin Vasil Shoshari, ku edhe gjatë kohës së reklamave po vijnë telefonata dhe një telefonat ka mbritur në qytetin e Durrësit. Dhe në fakt ju pyeta që mos ka shkuar tek nëna dhe ju më thatë që nëna jeton në qytetin e Durrësit. Ndoshta ka kërkuar nënën dhe është larguar për të gjetur aty stre me mendimin që gjyshi do ta denonconte në polici, frika e një të riut. Frika ti ka ikur aty. Dhe mund ketë ikur tek nëna. Ju numër kontakti të ish gruas apo njerëzve të saj? Nuk kemi. Nuk kemi. Nëse djali do i shkonte, ajo do t'ju njoftonte, besoj që ka ardhur në shtëpi apo raportet keni zero. Mund të njoftonte, mund të njoftonte. Jo, nuk kemi marrë veshje me asnjë njeri nga njerëzit e sajt. Sa ko kishte Vasili që jetonte vetëm fare? Le të themi që gjyshi dhe gjyshja kujdesej. Për sa vitesh? 10 vite, 10 vite po. Maksimum, 10 vite. Që jetonte vetëm. E pa mundur që të jetonte me ju në Greqi? Refuzonte të jetonte në Greqi? Nuk rinte me neve. Nuk donte të rinte me ju? Ai deshte gjithmonë i veçantë. Deshte vetë të rinte. Nuk deshte me njerëz. Se neve kishim atje në shtëpi, neve mbanim në shtëpi, jetonte me fëmijët e mi, urit me fëmijët e mi. Me vëllezërit e motra? Po, pra, po. Djalin e kisha ditë që u bë kjo histori, djali i vogli ishte në Athinë, në punë. Kur ka humbur Vasili? Po, sa dëgjovi u nis edhe ai ande, që kur u nisëm edhe neve. Të tre erdhëm, ishim në kërkim. Të gjithë keni vendosur në merak sigurisht humbjen e Vasili dhe ju po më tregoni që kjo është hera e parë që ai largohet në këtë lloj forme. Po, here parë është. Ndërkohë ju thashë ka mbritur një telefonat nga Durrësi dhe gazetarja Klaudia ishte duke folur gjatë kohës së reklamave dhe po njoftonte për telefonatën dhe qytetari që po na ndiqte në këto momente dhe dua ta falenderoj, përpara 2-3 ditëve, nuk jam e sigurt me kohën, e ka parë një person që endej në situatë rruge, madje i ka bërë dhe një video. Një video që unë uroj dhe shpresoj të ketë mbritur ajo video në numrin ton të celularit, në aplikacionin WhatsApp. Ai na premtoi që do ta njiste këtë video dhe ne do ta japim ditën e sotme në transmetim videon e këtij personi që ndodhet në situatë rruge në qytetin e Durrësit, ku dyshohet se mund të jetë Vasil Shoshari, por do të jetë nëna dhe babai që do e konfirmojnë, pasi fotot që ju na keni sjell janë foto që nuk janë realizuar tani. Kjo foto është marrë nga pasaporta, besoj. Jo, nga telefoni. Jo, foto e parë është këputur nga pasaporta. Nga pasaporta, kjo është nga telefoni. Kjo është foto e fundit e Vasilit. Telefon, po. E mirë, kjo tjetër po bën vite kjo. Kjo po bën vite si foto? Po bën 4 vjet. Jo, 4 vjet kjo. Ajo me djalin. Kush është fotoja e fundit fari, le të themi? Ja, kjo këtu. E fundit është, tjetra. Është kjo këtu? Ja, kjo është. Edhe këtu qëndrojmë, ju lutem regjia. Kjo është fotoja e fundit e 35 vjeçarit Vasil Shoshari. Ashtu kur ti pas muajshme. Po. 2 muaj. Përpara 2 muajve është realizuar. Pra, do thotë që imazhi i tij nuk ka ndryshuar për 2 muaj. Jo, furin të gjithë parë, ojtur pa gjë. Për shkak të problemeve normal që kishte, nuk kujdesej për higjienën e trupit, për veten e tij, kjo është e kuptueshme dhe fatkeqësisht ai është larguar dhe ka humbur kontaktet, hera e parë që ikën. Ky është Vasil Shoshari, dashur miq, një 35 vjeçar
që është larguar, ndoshta nga frika e gjyshit të tij, pas konfliktit që ka pasur, e ka goditur, frika nga policia, në mënyrë të pavedishme, e ka bërë të largohet dhe drejtimi tjetë ende i paditur. Ndërkohë që më njofton gazetaria ime që kam britur videoja, atëherë të më ndihmoj regjia për ta nxjerrë këtë video nga qyteti Durrësit, e plejojmë, s'ka ngjashmëri. Jo. Nuk është ai. Jo. E heqim. Ndërkohë që të gjithë po gëzonin për videon, mezi po e prisnin që të na mbrinte kjo video, është xhiruar në Durrës, por nuk është. Nuk është ai. Atëherë e heqim regjia, ju lutem e heqim. Kemi të bëjmë një person tjetër që nuk ka lidhje me Vasil Shosharin. Ndaj vazhdojmë kërkime dhe falenderoj të gjithë qytetarët që janë duke na ndjekur në këto momente dhe po na ndihmojnë me informacione, ndërkohë që pista e Durrësit bie poshtë. Ky informacion që erdhi nga Durrësi, qytetari na ka vënë dispozicion edhe një video që nëna dhe babai e pa, por thanë nuk është Vasil Shoshari. Ngelemi në Lushnjë, ku qytetarë të ndryshëm na kanë telefonuar dhe kanë treguar se kanë parë një person në qytetin e tyre në situatë rruge dhe dyshohet se mund të jetë 35 vjeçari Vasil Shoshari. Kushdo që e ka parë këtë të ri të dashurmishin nga Bilishti, është i lutur qoftë dhe anonim të lidhet me studion e emisionit pa gjurmë, por në këto momente unë i bëj thirrje edhe nënës së Vasilit, nëse është duke na ndjekur, të na telefonojë familjar të nënës së Vasilit, se ndoshta mund të ndodhet në shtëpinë e tyre tek njerëzit e nënës dhe është trehuar aty. Ne do t'i vazhdojmë kërkimet, padyshim. Po, kërkimet do t'i vazhdojmë. Të gjitha informacionet që do vinë në kohë reale, do t'ia kalojmë edhe juve. Ju keni ardhur së bashku dhe me Parisin, i cili po pret jashtë reportit dhe ai po bën shumë kërkime të rem për kunatin e tij. Uroj të gjendet. Dua ta mbyll me një mesazh që ta nis me babain, me gëzimin. Një mesazh i drejtohesh besoj audiencës, ata që mund ta shikojnë djalin tuaj dhe të na ndihmojnë. Po na ndihmojnë, tash na marrin telefon, mos kemi dhe në merak, kaq. Edhe nëna ka një mesazh. Fole. Qa unë gëzojmë të jetë në jetë, të jetë gjallë në jetë, jetë të mos bëj dënj zarar. Edhe në nëna e vetë le të jetë, në njerëzit e saj le të jenë. Ku dojle të shkeve që vetëm të kemi lajmërim, asi jetë tjetër, jetë të gjendje sa më shpejt. Dhe ta uroj me zemër të Sa më gjendet, shpejt. por gëzim, meraku jotë është se mos bëndë një zarar në shkuptim. Po ati kemi, zarar mos vetëm të vytit, jetë mos mirë në vytit dhe një jetë. vend, mos veqim këtë. Se mëndja qa nuk i thot. Po, Qa nuk i thot. jeta e ti është në rrezik për shkak se ka probleme shëndetit mendor dhe keni të drejtë. Meraku është i madh, ai është larguar, drejtimi i paditur, dhe ajo që rëndon më shumë situatën në këtë humbje, në këtë zhdukje është problemi i tij që ka me shëndetin mendor. I pavedishëm mund të bëjë gjithçka dhe uroj që të gjendet sa më shpejt. Të mera kemi. Do mbetemi bashkë në kontakt dhe ju premtoj që çdo informacion që do vi, do verifikohet nga ana jonë dhe menjëherë do ja kalojmë dhe ju numrat që në kohë reale dhe ju të bëni verifikime. Ju faleminderit edhe juve. Faleminderit të dyve që u pata në studio. Mirë të dashurmiq, në këtë momente dua të prezantoj Prostatolin. Është një suplement ushqimor, i cili është i destinuar vetëm për popullatën e rritur mashkullore që ndihmon në problemet e prostatës. Njihuni me Prostatolin dhe rikthehemi sërish bashkë live. Jemi rikthyer në studio dashur miq dhe në fakt vetëm pak minuta më kanë ngelur në dispozicion dhe dua të sjell në fokus sot edhe historinë e Dallandyshe Heqimaj, një 64 vjeçare nga Visoka e Mallakastrës, e cila është zhdukur dhe ka humbur kontaktet me bashkëshortin dhe fëmijët e saj që prej datës 2 nëntor të vitit kaluar dhe nuk dihet se çfarë mund të ndodhur me fatin e kësaj nëne. Jo vetëm djali i saj, Erald Heqimaj, që merr çdo ditë në redaksi dhe pyet nëse ka ndonjë informacion për nënën, por dhe shumë teleshikues besnik të emisionit pa gjurmë, shpeshherë na dërgojnë mesazhe dhe na pyesin se çfarë ka ndodhur me fatin e Dallandyshe Heqimaj. E në fakt në këtë sezon të ri unë dua t'rregoj me sinqert, jo vetëm me audiencën time, por dhe me familjarët që me djalin e saj Eraldi, që për Dallandyshe Heqimaj nuk kam mbritur një informacion ku ne të themi është ndezur një dritë jeshile dhe të dim se ku të kërkojmë. Ndaj e sjell sot në fokus gjithnjë me shpresën që dikush që është duke na ndjekur mund ta njohë këtë zonjë, mund ta ketë parë diku dhe mund të na telefonojë. Por kush është historia e Dallandyshe Heqimaj? Si humbi ajo kontaktet me familjen? Dua të prezantoj një kronik dhe rikthehemi.
Emisioni pa gjurmë vijon ende kërkimet për Dallandyshe Iqimaj, 64 vjeçaren, që rezulton në humbur që prej datës 2 nëntor të vitit 2024 nga fshati Visok në rrethin e Mallakastrës. Nëna e 3 fëmijëve kuroi prej vitesh nga depresioni dhe gjendja e saj nuk ishte fort e mirë. Ditën që ka dalë nga shtëpia, fëmijët tregojnë se nëna e tyre ka dalë me rrobat e shtëpisë. Pa njoftuar askënd, ajo është duk pa lënë gjurmë. Të alarmuar familjarët e Dallandyshes bën denoncimin në polici, ku në bazë të kërkimeve zbuluan se 64 vjeçaria kishte ndjekur një rrugë dytësore në fshat për të dalë në autostradën Ballsh-Fier. Informacionet që kanë bërritur kanë lokalizuar Dallandyshe në disa fshatra të Fierit. Qytetarë të ndryshëm kanë treguar se e kishin takuar në kallm dhe gjendja e saj duke që ishte e rënduar. Prej më shumë se 4 muajve fëmijët janë ende në kërkim të nënës së tyre, por fatkeqësisht ende nuk dihet se çfarë ka ndodhur me fatin e saj. E në fakt mbushet një vit nëntorin e këtij viti, në 2 nëntor, një vit mbushet nga humbja e Dallandyshe Iqimaj dhe në këtë histori kemi trajtuar që nëntorin e vitit kaluar, sa ajo u largua nga banesa, fëmijët menjëherë kërkuan ndihmën e studios të emisionit pa gjurmë dhe kjo histori është trajtuar gjatë edhe vitin e shkuar, sezonin e kaluar dhe fillimisht kur është trajtuar historia, të gjitha informacionat erdhën për në qytetin e Fierit dhe në zonën e Ballshit, ku shumë qytetarë tregonin se e kishin parë Dallandyshe Iqimaj të 64 vjeçare, por nga kërkimet e bëra, nga djali i saj, Eraldi, fatkeqësisht nuk u zbulua asnjë gjurmë për Dallandyshe Iqimaj. Ajo vazhdon dhe sot e kësaj dite të jetë e humbur. Familja është ende në kërkim, edhe policia është në kërkim. Kam në një lidhje telefonike djalin e Dallandyshes, Eraldin, dhe menjëherë dua ta përshëndes. Erald, përshëndetje nga Tirana. Përshëndetje. Jemi të dy së bashku në këtë lidhje, sepse e ke kërkuar dhe unë sinqerisht, çdo familjar që ka një person të humbur që kërkon kohë televizive, patjetër që do t'ja jap çdo kujt kohën televizive, sepse e kuptoj që këto janë histori dhimbje, të humbësh nënën dhe mos kesh asnjë informacion është shumë e vështirë. Unë po i tregoja edhe teleshikuesve përpara se të lidhesha me ju që fatkeqësisht nuk kam mbritur ndonjë informacion për nënën tuaj, se nëse do të mbritej një informacion, ne do të telefononim. Por nuk e di, Erald, nëse ju gjatë kërkimeve tuaja keni arritur të zbuloni ndonjë shenjë, ndonjë lajm për nënën. Odeta, shumë ka marrë, por nuk jam. Më dëgjon? Po, ju dëgjoj. Shumë telefonata ka marrë, deri tani po marrë për një vit. Telefonatat cilat ju keni marrë bëhet fjalë për kë zonë të Shqipërisë, ku është parë? Ka marrë Fierit e Elbasanit, Tiranë, edhe nuk ka një informacion. Pra, le të themi që telefonatat që kanë britur të kanë dërguar në shumë lokacione, në kryeqytet në Tiranë, në Elbasan, ku shumë qytetarë vazhdojnë ende ju telefonojnë dhe ju tregojnë se kanë parë. Nuk ishte kam informacion të saktë deri tani, po vetë një vit nuk kam informacion të saktë. Më dëgjon? Të dëgjoj Erald, dhe sinqerisht më vjen shumë keq që ende nuk është zbuluar e vërteta e nënës tuaj. Në vitë në studio aty ku në Tiranë të tani janë. Po patjetër, kjo dritare është e hapur pikërisht për ju që keni probleme dhe keni nevojë, kërkoni ndihmë. Kështu që mund të vish në Tiranë kur të duash dhe jemi pritur në studion tonë. Unë të falenderoj që të pata në këtë lidhje, po shkoj drejt fundit dhe dua të bëj një mesazh. Po Erald. Kush e ka parë të telefonoj, si do të jetë? Unë si do të jetë i ka marrë parasysh gjëra, vetëm ta gjej. E qartë. Mirë, do mbetemi bashkë në kontakt dhe të presë në studio i dashur Erald për të vazhduar historinë e nënës tuaj, po shkoj drejt fundit edhe njerë i bashkojmë thirrjes së djalit të Dallandyshe Iqimaj që kushdo që ka informacion, çfarëdo që mund të ndodhur me jetën e saj, jeni të lutur qoftë anonim të lidheni me studion e emisionit pa gjurmë, keni 2 numra poshtë ekranit tuaj, por mund të na shkruani edhe në faqen tonë të Facebookut pa gjurmë Report TV. Uroj dhe shpresoj të gjitha këto foto që nxjerrim çdo mesditë në ekranin Report TV të ketë lajme dhe familjarët të mësojnë të vërtetën. Me foton e Dallandyshe Iqimaj kemi ardhur në fund edhe për mesditën e sotme. Ju falenderoj që ndurat me mua deri në fund të programit. Ne bashkë do të takojmë sërish nesër live ora 16. Mirupafshim.